Me çfarë çmimi duhet të dalë një pronar apartamenti në treg në mënyrë që të marrim maksimumin për pronën e vet? Në Shqipëri ne kemi zakonin që dalim shumë lart në treg me idenë se do ta shesim pronën shtrenjtë, por ai që del lart në treg lodhet në rrugën sipër. Dhe po marr një shembull konkret. Kemi dy shitës që kanë eksaktësisht të njëjtin apartament. I pari del 170.000 euro në treg, prej 2 muajsh merr ofertë, prej 4 muajsh merr ofertë, prej 6 muaj nuk merr ofertë, lodhet, blerësit nga ana tjetër monitorojnë apartamentet online, e shikojnë që kjo pronë është e harruar dhe i vinë me një ofertë shumë agresive, 125.000 euro. Shitsi i lodhur thot, aman pranoj çdo lloj oferte vetëm ta heq. Pra ky nuk e shet pronën, e heq. I dyti, pasi konsultohet me një agent imobiliar që ka përvojë, apo me dikë tjetër që ka përvojë del në treg me 150.000 euro dhe duket sikur ky do humbasi lek. Shkenca është që të bëhet vetëm një ulje çmimi, jo 3-4 ulje, maksimumi një ulje çmimi. Pas 2 muajsh e ul çmimin nga 150.000 euro në 140.000 euro dhe i vjen një ofertë 130 apo 135.000 euro. Dhe shet apartamentin 10.000 euro më shumë se i pari, sepse ky nuk është lodhur, reziston në negociata. Shitsi i parë është lodhur, e përjedhoi, fiton më pak nga prona e vet. Kështu që ti si pronar apartamenti në Shqipëri apo akoma më mirë në emigrim, nëse do të marrësh vlerën reale të pronës tënde, është mirë të përfitosh një vlerësim falas nga zyra jonë. Fillimisht duke ra numrin e telefonit dhe më pas del në treg me një çmim real për të marrë maksimumin për pronën tënde. Kontakto më njëherë dhe përfito vlerësimin falas.